Miqtë e mi, përshëndetje dhe mirë se vini në programin ton të sotëm. Thonë se është shumë e vështirë të besosh pa parë me sy. Dhe kjo është e vërtet veçanërisht për diturinë, për ligjet e pashkruara të jetës që funksionojnë pavarësisht nëse ne i kuptojmë apo jo. Kundërvënia ndaj tyre në fund çon në shkatrim. Ndërkohë që rritej, personazhi i historisë tonë të sotme arriti të përvetësonte vetëm disa prej këtyre ligjeve. E megjithatë, vazhdoi të mos e shihte të vërtetën kryesore. Por sytet ju hapën dhe ai besoi, në momentin kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Ç'kemi zemër? Erli, pas ke pirë, të vjen era alkool. Po, ktheva disa teke me shokët. Teke, dopjo thuaj më mirë. Do fillosh me moral ti tani? Nuk duroj dot kur dehesh. Edhe i mat pinte dhe shtëpinë e ti e shkatroi. E po ja që unë nuk jam mytat. Po vazhdove të pish si ai do të përfundosh. Të mos them më keq akoma. Mirë, si thua sikur të më lësh pak të qetë tani? Pa merak se të lë të qetë nesër kur t'jetë bërë kokadaulle dhe të më kërkosh të shërbej. E mirë. Po ndihni të lirë nga prangat radiodramatizimin e historive të vërteta njerëzore që përcjellin lajmin e mirë në botë. Këto mesazhe janë përgatitur në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vinë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndihni programin në numër 289, programi që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Nuk më pëlqeu ajo që i the shokut tim pak më parë. Që të largoj nga fabrika dhe të bëj pastor? Mendoj se është gjë e dur për të. Jo. Ajo tjetra që thja, që je i krishter. Po jam, ç'të keqe ka këtu? Se çfarë bën ti, është puna jote. Por kur ti jesh me mua, nuk dua të dëgjoj gjëra të tilla. Çfarë the? Të thash se kur ti jesh me mua, nuk dua të dëgjoj më që të thuash se je i krishter. More vesh? Si shumë të tjerë, edhe personazhi i historisë tonë të sotme u rit me një nënë që e donte Zotin dhe një baba që nuk kishte kurfar interesi në fe. Duke qenë një natyrë e qetë, ai mendonte se ishte i pastër para Zotit, por shumë gjëra ishin ende për të mësuar. Ashtu siç do të dëgjojmë në dëshminë e vërtetë të Early Wofford Jr. Dëshmi kjo që vjen tek ju tani në Të lirë nga prangat. I mati ishte një marinar, një zhytës në një nëndetse shpëtimi. Edhe pse ishte vetëm 20 vjeç, a i dinte si t'i zbatonte urdhrat, dhe priste nga unë që të bëja të njëjtën gjë. Por ajo që nuk dinte ishte si të shprehte dashurinë. Unë kam pasur 2 motra më të mëdha, por kur isha 3 vjeç, motra e madhe vdiq kur po kalonte rrugën. Nëna më tregoi për tragjedinë e saj vite më pas. Ishte e tmerrshme, birë. Ti nuk e mban mend sepse ke qenë 3 vjeç. Një herë kur ajo po luante me shoqet, njëra prej tyre i tha të shkonte në shtëpi për të marrë diçka. Ajo nuk pa nga të 2 anët e rrugës, por vrapoi me të shpejt. Shoferi kamionit nuk mundi të ndalonte. Kush e di sa keq është ndir ai? Me kokën e mbështetur te pjesa e parë me kamionit, ai qante me ngashërim. Po babi, ku ishte? Ishte me shërbim në Washington DC. Dhe ne po përgatiteshim për të shpërngulur atje. Pas aksidentit, për disa javë rreshti luaje me një kamion lodër dhe bëje sikur dikush vdiste në një aksident. Sa do duhet të më kujtoj, por asgjë nuk më vjen në mendje. Nuk ka ditë që nuk mendoj për të. Situatat të tilla na ndihmojnë të kuptojmë sa nevojë kemi për Perëndin. Motra ime vdiq në Dillsboro të Indianës, e cila ishte vendlindja jon dhe e familjes së nënës. Më pëlqente kur vizitonim njerëzit e nënës edhe kur shkoja për peshkim me dajen. Nëna na çonte gjithnjë në kish. Por takimi i parë me Perëndin ishte në Key West, kur isha 8 vjeç. Pastori i tha nënës se isha i shpëtuar, por mua nuk më kujtohej. Ajo që më kujtohet është një situatë që ndodhi kur isha 12 vjeç. Pasi i mat doli në pension, ne u shpërngulëm në Dillsboro. Si tu duk shërbesa sot? Mirë. Sepse të gjithë kanë mëkatuar dhe nuk e arrin lavdinë e Perëndisë. Po për ata që pranuan Zotin,
Ç'mendon? Edhe jo, mirë mu do. Prandaj ashtu si me anë të një njeriu të vetëm mëkati hyri në botë, edhe me anë të mëkatit vdekja, po ashtu vdekja i arriti të gjithë njerëzit, sepse të gjithë mëkatuan. Po ti pse nuk e ngritë dorën për të pranuar Zotin? Nuk e di. Sepse me anë të hirit jeni të shpëtuar nëpërmjet besimit. Edhe kjo jo prej jush, por është dhurata e Perëndis, jo prej veprave, që askush të mos mburret. A do i kërkoje Perëndis falje për mëkatet që ke bërë? Nuk e di. Mund ta bësh tani, bir. Duhet vetëm t'i kërkosh Zotit të falë. Ajo donte që të shpëtohesha, por unë vetëm përsërisi ato që nëna thoshte. Që nga ajo kohë ishte lehtë për mua ta quaja veten të krishterë, vetëm sepse nëna thoshte se isha. Në shkollë nuk ishim palestër, kështu që punova shumë derisa u bëra i fortë fizikisht. Një verë punova për një fermer. Boja punë të rënda edhe jo të pastër, duke mbledhur dengje bari dhe duke i vendosur në hangarin e tij. Por nuk më pëlqente si punë. E megjithatë, Imat nuk aprovonte asnjë nga përpjekjet e mia. O babi, Çfarë do? për një periudhë kohë ti ke qenë me shërbim në Panama apo jo? Po, Kur u hap kanali i Panamas? pse nuk e gjen vet? Unë po mendoja... Mendove të jam bathja, apo jo? Asu nuk e kam pasur të lehtë. I kam arritur të gjitha me shumë mund. Nuk kisha një baba që të kujdesesh për mua. Pasi ime më vdiq, ai u zhduk. Dhe unë u rrita me Xhaxhan, i cili ishte shumë i ashpër. Po, e di babi, ma ke treguar. Jo, ti nuk di asgjë. Ai më rrihte pa arsye dhe më solli në këtë vend në moshën tënde, pas një para. Vetëm një bilet autobusi. Ku nuk kam fjetur. Në hangare, në shtëpitë braktisura. Punoja gjithandej dhe fitoja sa për të ngrënë. Ndaj edhe ti duhet punosh. I druesh ati meti jashtë mas edhe bëja shumë kujdes kur ecja në për shtëpi. Kur ai flinte në dysheme, unë mundohesha të ecja në maj të gishtrinjve. Megjithatë me shokët isha shumë shakaxhi, veçanërisht në festën e Halloweenit. Unë hipja mbi çatinë e një dyqani dhe u hidhja kalimtarve ves pëllumbi. Punoja si roje në kishën kur shkoja dhe gjatë kohës së gjimnazit, dilja me një vajzë që quhej Shirley. Di gjë ti për atë bicikletën që është varur te shtiza e flamurit të shkollës? Po, unë nga ta di, Shirley. Po se vetëm ti dhe shokët e tu jeni të aftë për gjëra të tilla. Vitin e shkuar ju morët një nga makineritë e fermës nga dyqani dhe e nxorët në rrugë. E të kam thënë se do jem kandidat për kryetar klase këtë vit? Po pse ndron tem? Çfarë teme? Mendova se të famshmit votojnë më shumë edhe unë jam i famshëm. Erli, Po ti do të votosh për mua? Normali që po. po mundohesh të marrësh votën me gënjeshtra? Nuk do e bëj asnjëherë një gjë të tillë. Si thua sikur dalin për një akullore të dielën? Po mundohesh të më blesh, ë? Bëra një fushat të fortë, edhe arrita të bëhem kryetari i klasës. Atë vit vetëm 26 vet arritën të diplomoheshin. Më pas disa nga shokët e mi filluan punë në një fabrikë. Por unë kisha plane të tjera. Alo, Ç'kemi, Shirley? Se ke iden çfarë ka ndodhur? çfarë? Sot u regjistrova në flotën ushtarake detare. Më thuaj që nuk është e vërtet. Po është. Unë, Karli dhe Normi shkuam bashkë dhe u regjistruam të tre. Stërvitja do jetë në qendrën e trajnimit të flotës detare në Great Lakes, Ku është kjo? pranë Chicagos. Dhe kur do të nisesh? Që sot? Nuk të vret fakti që do të ndahemi? Ti ke për të munguar shumë, por unë mezi po pres të largohem nga shtëpia dhe të jetoj i lirë. Sa kohë do të qëndrosh atje? Do jetë për një periudhë 4 vjeçare. 4 vjet do me thënë. Po, kur të jem e leje do vi në shtëpi, por ti mund të më vizitosh kudo që mund të jem me shërbim. Ti e bukuroshe ime dhe nuk dua që gjërat të ndryshojnë. Unë nuk besoj se ka për të funksionuar. Daj, është më mirë të japim fund tani. Fillimisht u mërzita, por ne u ndam sa po nisa shërbimin. Kur mbarova trajnimin, fillova shkollën si elektricist në Great Lakes dhe më pas shkollën për marinar në grotën të Connecticutit. Pastaj më dërguan me shërbim në nëndecën Sea Fox të flotës detare amerikane në San Diego. Njëherë pas shërbimit, dola gjatë bregut të detit me një shok. Shikoj çfarë është shkruar te tabela. Ushqim dhe pije falas për ushtarët. Erli, nuk ja vlen të qëndrosh. Këtu ka vetëm të krishterë.
Po të paktën sa tham një sanduiç. Kam uri. Po mirë, po e provojmë. Bo çfarë vendi? Mos të dërguan gjë në një dhomë të vogël që të lutesha? Po, duhet i kërkoja Perëndis falje për mëkatet e mia. Dhe ti me siguri u lute, a? O zot, kjo është marrëzi. Kjo kur mësuam evolucionin në shkollë nuk kam besuar më në ekzistencën e Zotit. Do më thënë nuk u lute me të vërtet. Po sigurisht që jo. Feja është për gratë edhe fëmijët. As kujt nuk i hyn në xhep. Nuk respektoja emrin e Jezu Krishtit. Madje ishte pjesë e fjalorit tim vulgar. Fjalën Zot nuk e përdori asnjëherë kot, por unë nuk e kuptoja rëndësinë e emrit Jezus. Kur u futa në flotën ushtarake detare, fillova alkolin dhe u bëra shok me ata që pinin. Duke qenë se më bënte të dukesha më i rritur. Gjatë kohës që ndodhesha me shërbim në nëndetsen Sea Fox, më ofruan një mundësi të re. Për çfarë të kërkoi kapiteni? Më pyeti nëse do të më pëlqente të filloj akademinë detare. Të besohet? Nuk besoj se i ke kthyer përgjigje pozitive. Shaka është kjo? Unë nuk kam qenë i Zotin në gjimnaz. Do ngelesha në klas. E pra, sot askush nuk dëshiron të bëhet marinar. Më pas më pyeti nëse do të më pëlqente të shkoja në shkollën e energjisë bërthamore. Kjo po që ja vlen. I thash se më duhet një ditë për t'u menduar, duke qenë se kjo kërkon dhe 2 vite të tjera shërbimi. Shkolla është në Vallejo të Kalifornisë. Po të isha në vendin tënd, unë do shkoja plako. Edhe unë po ashtu, kam shumë dëshirë. Pasi mbarova shkollën e energjisë bërthamore, u trajnova në prototipin e nëndetses bërthamore Nautilus, të flotës detare amerikane, e ndërtuar në shkretiren e Idaos pran lumit Snake. Mendoja për Shirlin gjatë gjithë kohës. Jam shumë e gëzuar që ke marrë leje dhe ke ardhur në shtëpi, Erli. Edhe unë. Prindrit e tu duhet të jenë shumë krenar për ty. Ata janë të manitur nga puna që kam bërë në marin. Duhet ta pranoj se në gjimnaz nuk isha dhe aq i Zoti. Për mua isha. Më ke munguar shumë. Edhe ti, Erli. Shirley, si thua se kur të kthehemi prap bashk? Çfarë? Ti më the se do të kthehesh sërish në New Hampshire. Dhe ti mund të vish me mua. Bashk mund të mësojmë të gatuajmë dhe të ndërtojmë një shtëpi. Mos është që propozim për martesë ky? Po. Atëherë pranoj. Ne u martuam, dhe Shirley erdhi me mua në New Hampshire, ku isha regjistruar në flotën detare të Abraham Lincolnit. Unë isha 20 vjeç kur u martuam, dhe vazhdoja e përdorja emrin e Zotit duke share, duke mallkuar. Mbase kjo është arsye pse një besimtar në marin më mori dhe më tha se duhet i kërkoja Zotit të falur për mëkatet e mia. Sërish unë i thash fjalët si poezi, por jeta ime nuk ndryshoi. Sa gëzim është kur kthehesh në shtëpi, Erli. Kam marrë një mësim shumë të rëndësishëm gjatë kohës që isha në shërbim. Çfarë mësimi? Është e vështirë të fitosh parat, por është e lehtë ti humbasësh ato në kumar. Dhe unë kam humbur të sasi shumë. Është një gabim që nuk do e përsëris më. Kumari të shkatron. Ashtu është. Por diçka e mirë më ndodhi gjithashtu. Çfarë? Ania kërkoi 2 vullnetar si zhytsa. Kështu që aplikova dhe më pranuan. Do me thënë, do të qëndrosh akoma në marin? Në fakt, kjo është një mundësi për të vazhduar më tej. Këtë vit dua të bëhem oficer. Është e rrezikshme si punë kjo zhytja? Jo. Edhe baba im ka punuar si zhytës, ndaj me sa duket e kemi në gjak. Të paktën nuk do qëndrosh aq gjatë sa ndonjëri? As që bëhet fjalë. Megjithatë ata kanë mënyrat e tyre për të të bindur. Të japin shpërblime të majme kur merr pjesë sërish. Mund të kursejmë derisa ti të mbarosh shërbimin. Fillimisht mora një certifikat si zhytës dhe më pas u bëra një instruktor zhytës profesionist. Isha 24 vjeç kur më liruan. Dhe kështu u ktheva në shtëpi, kur nisa punën si elektricist në një kompani në Cincinnati. Kishte raste kur shefi më merrte për drek. Merë dhe një birë, Erli. Nuk mundem, Rik. Ndryshe do bëhem vonë për punë nesër. Mos u shqetëso. Fundja, unë jam shefi yt. Nuk do doje që punojnë si yt të bënte instalimet elektrike me sy të zgurdulluar nga alkooli. Ti je punëtor i Zotit, Erli. Nuk merr akosën për ty. Ke marrëdhënie të mira me ekonomistin? Mundohem mos kem shumë lidhje me të. Ai është i fiksuar pas fesë.
Dhe mua më kaftuar disa herë në kish. I kam thënë se jam i krishter, por ai vazhdon të më ftoj. Thot se nuk do që unë të shkoj në ferr. Thjesht injoroje. Nëse Zoti ekziston, nuk besoj se do dërgonte njëri në ferr. Asu nuk e besoj. Banaker, edhe një birë tjetër për Erli. Thellë brenda meje e dija se isha një hipokrit. Pas punën nuk para kthehesha në lokal, por kur e bëja pija jashtëzakonisht shumë dhe kthehesha vonë në shtëpi. Ndaloja rrugës për të kujtuar si kisha shkuar në shtëpi, sepse nuk mbaja mend asgjë. Alkooli e mërziste ti me shoqe edhe shpesh shkaktonte grindje. Kështu unë pija thjesht për inat. Ne kishim 8 vjet martesë kur lindi vajza jone e parë. A nuk është e bukur? Shumë e bukur. Zoti na ka bekuar jashtë mase, Erli. Ke të drejtë. Dua të vinë në kish. Vërtet? Po, dua që fëmijët tanë të rriten në kish, ashtu si unë. Më vjen mirë. Është e rëndësishme ti mësosh fëmijës të respektojë dhe të ketë frikë Perëndin. Unë munduam ta bënim kishën pjesë të jetës sonë, por ishte thjesht për dukje dhe kështu nuk shkova më. Ekonomisti vazhdonte të më ftonte në kishën e tij, dhe një ditë shkova për të dëgjuar një ungjilltar. Bashkë me shumë të tjerë dhe unë pranova Krishtin. Në punë njerëzit filluan të flisnin rreth kësaj. Por unë nuk mund të shtiresha edhe vazhdova të mos e respektoja emrin e Jezu Krishtit. Dhe pikërisht atëherë një koleg mi vuri duart në fytë dhe me tërbim më tha të mos e quaja më veten të krishter në praninë e tij. E urreja aq shumë sa kisha një dëshirë të madhe ta vrisja. Pas një viti një tjetër koleg më ftoi në kishën e tij. Kur ai më tha emrin e kishës, kuptova se ishte e njëjta ku kisha shkuar me shefin. Ke qenë atje dhe më parë? Kam qenë para një viti me shefin, por nuk e kam ndërmend të kthehem. Përse? Shefi më nxiti të bëja lutjen e shpëtimit dhe e bëra, por kjo gjë më hapi shumë probleme. Oh, vërtet? Në punë nisën thashë themet edhe të gjithë më tallnin. E dija se unë vetë nuk kisha ndryshuar. Më pas Fredi më kërcënoi dhe më tha të mos flisja më për tilla gjëra. Çfarë ngatrese. Çfarë ndodhi kur ti pranove Zotin, Erli? Ata i tha një tipi që të më bënte një pyetje. Ai tha: "Çdo bi do të ketë njeriu të fitojë të gjithë botën dhe në fund të humb shpirtin e vet." Më pas ai kërkoi Perëndis të më falte mëkatet. Më duke gjitha një çmenduri. Unë nuk kam ndryshuar as pak. Më vjen keq që ke kaluar kaq shumë gjëra, Erli. Unë vetë nuk kam asgjë kundër kishës sime. Pastori na flet rreth Biblës dhe për momentin është duke predikuar nga libri i zbulesës. Të doja shumë të vije. Të paktën ta provoje. Nëna ime shkon në kishë dhe për vite të tëra ajo më ka treguar shumë gjëra që shkruhen në librin e zbulesës. Edhe për fundin që është afër. Ka të drejtë. Bibla thotë se dita e Zotit do të vijë si një vjedhës natën. Jezusi mund të kthehet në çdo moment. Dhe dua që edhe ti të vish me mua, Erli. Çdo ditë Omeri më fliste rreth Zotit dhe Biblës. E shikoja se ai vërtet shqetësoi për shpirtin tim. Më pas edhe unë. Boshllëku brenda zemrës më bënte të ndihesha i paplotësuar edhe nervoz. Kështu u dorëzova dhe shkova në kishën e tij. Më pëlqeu mënyra se si pastori predikoi. Dhe nga Jezu Krishti, dëshmitari besnik, i parlinduri prej së vdekurish dhe kreu i mbretërve të dhe. Ati që na deshi dhe na lau nga mëkatet tona në gjakun e tij. Ky është Perëndia ynë, miqtë mi. Jezusi nuk erdhi që të na dënonte. Ai erdhi për të na shpëtuar nga mëkatet, sepse paga e mëkatit është vdekja. Ai tha: "Unë jam Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi, thot Zoti që është dhe që ishte dhe që vjen i gjithë pushtetshmi. Nuk ka asnjë rrugë tjetër për të shkuar tek Perëndia." Sepse tek libri i Gjonit, kapitulli 14, vargu 6, Jezusi tha: "Unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Nëse jeni të shpëtuar, miqtë mi, dhe e keni sigurinë e shpëtimit, ngrini dorën." Kush do ishte ai çmendur që do e bënte një gjë të tillë? Por nëse nuk e keni pranuar Jezus Krishtin si shpëtimtarin tuaj, atëherë mund ta bëni këtë gjë tani. Vetëm ejani dhe ne do t'ju tregojmë mënyrën. Ju do të keni një shtëpi në qiell.
Unë nuk bëra asnjë lëvizje dhe u largova nga kisha me një ndjenjë boshllëku. Megjithatë vazhdova të shkoja atje për disa muaj. Kur dëgjova për ndodhit profetike, fillova të ndjesha fajtore dhe nuk e duroja dot shqetësimin që kisha në mendje. Por gjatë kohës kur bëj lutje, shpëtimit nuk idhja asnjë hap. Me kalimin e kohës u mësova me njerëzit të cilët ngrinin duart për të pranuar Jezu Krishtin. Por unë i mbaja syt mbi kolegët e mi, të cilët ishin në kërkim të atyre që nuk e ngrinin dorën. Pas 6 javësh nuk shkova më. Erli, kam qenë i zënë në kishë të djelave, prandaj nuk jam ulur me ty. Vazhdon të vish apo jo? Jo, ka ca kohë që nuk kam ardhur. Pse? Mendoja se mësimet e libri i zbulesës të pëlqenin. Më pëlqenin, por kam pasur punë me disa projekte në shtëpi. Duhet të kthehesh. Pastori po predikon akoma nga zbulesa. Vërtet? Zbulesa ka 22 kapituj. Duhet 1 muaj për t'i mbaruar. Mbase vi, mendoj vazhdimisht për gjërat që kam mësuar. Dhe bën shumë mirë, sepse është e vërteta e Perëndisë. Kur u ktheva në kish, nisa të dëgjoja më seriozisht. Mësova se Jezusi do kthehet për të marrë njerëzit e tij. Mësova për vuajtjet e mëdha për të cilat ai foli te Mateu, kapitulli 24. Gjithashtu mësova për 1000 vjeçarin ku Krishti do mbretëroj dhe ku djalli do hidhet në umner, do mbyllet dhe do vuloset për të mos dalë më prej andej. Pas kësaj do jetë lufta e Armagedonit dhe liçeni i zjarrit. Pasi u largova nga kisha, më pushtoi ndjenja e fajit. Çdo ditë atë javë kisha frikë se mos Zoti vinte, edhe unë do e kaloja përjetësinë në ferr. Lutesha që ai të priste deri të dielën, ku kisha vendosur të shpëtohesha gjatë shërbesës. Dhe vdekja dhe ferri u hodhën në liçenin e zjarrit. Kjo është vdekja e dytë, dhe kushdo që nuk u gjeti shkruar në librin e jetës, u hodh në liçenin e zjarrit. Miqtë mi, tek Gjoni, kapitulli 5, vargu 24, Jezusi tha: "Ai që e beson fjalën time dhe beson në atë që më ka dërguar, ka jetë të përjetshme. Dhe ai nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë." Po ju, e keni sigurinë e shpëtimit, sigurinë e jetës së përjetshme në qiell? A është i shkruar emri juaj në librin e jetës? Nëse jeni i shpëtuar dhe e dini, ngriheni dorën. Nëse nuk jeni i shpëtuar dhe doni të pendoheni për mëkatet tuaja dhe të vini tek ai sot, ju lutem, ngriheni dorën. Si herët e tjera ngurrova, por me një dëshirë të fortë në zemër për mëshirë dhe pendim, më në fund e ngrita edhe unë dorën. Në të 100 e sekondës, kam përjetuar Zotin Jezu Krisht si një val paqeje që më pastroi. Unë e thira emrin e Zotit, krijuesit të universit, dhe ai më shpëtoi. Kjo ndodhi në pranverën e vitit 1969. Dhe në atë kohë unë isha vetëm 29 vjeç. Dukesh i lumtur, shërbesa duhet këtë qenë vërtet e veçantë sot, ë? Po, sot u shpëtova. E dija që ishte diçka e veçantë, dukesh shumë ndryshe. Tingëllon pak e çuditshme, por unë nuk do të shkoj në ferr. Nuk do mbetem mbrapa kur Zoti të marr kishën dhe nuk do hidhem në liçenin e zjarrit. Jam shpëtuar. Nuk e meritoj, por gjaku i Jezusit më ka pastruar nga mëkatet. Nuk të kam parë asnjëherë kështu, Erli. Asnjëherë. Mezi pres t'i tregoj familjes sime dhe kolegëve. Jam një fëmijë sapo lindur në Zotin. Amen. U fola të gjithëve, atyre që njia dhe atyre që nuk njia. I vëlla me quante të çmendur dhe nuk më afroi. Por me kalimin e kohës edhe ai besoi. Dhe u bë një dëshmimtar i hirit shpengues të Perëndisë. Nisa të lutesha që Zoti të më përdorte për shërbimin e tij. Dhe gjatë një predikimi, mora si zotim ndarjen e ungjillit me të pashpëtuarit. Një prej tyre ishte edhe i madh, i cili disa vite më vonë u operua. Tani është më mirë, Erli. Natën e shkuar dërgova një nga miqtë e mi që t'i fliste për Krishtin, por ai refuzoi. Para operacionit sot dërgova dikë tjetër. Sot ishte ndryshe. Po. Karli më telefonoi dhe më tha se babi kishte pranuar Krishtin. U përlota kur më tha mami. Edhe unë. Po më peshonte shumë në zemër fakti që ai mund ta kalonte përjetësinë në ferr. Kështu ndihem edhe unë për çdo shpirt të pashpëtuar. Si po shkon ungjillizimi? Shumë mirë.
Çdo ditë u jap studentëve të mi nga 20 fletushka që t'i lexojnë dhe t'i shpërndajnë në shkolla dhe lagje. Është një shërbes shumë e mirë me të rinjt. Po predikoj edhe në radio, duke transmetuar mira mesazhe të shkurtra. Kam edhe njerëz të tjerë që bëjnë të njëjtën gjë. Jam krenare për përkushtimin që ke marrë, Bir. Nuk do kisha kaluar kaq shumë kohë në mirim nëse njerëzit të cilët më folën për shpëtimin do ma kishin shpjeguar edhe ungjillin. Para se të fillonte lufta e parë në Irak, bëra një fushat ku vetëm me një letër dhe një fletush që ishte plani i thjesht për shpëtim, u shpëtuan 30 migra dhe burra që ishin në shërbim. Gjithashtu shkova 2 herë në Haiti dhe ndava ungjillin me mira njerëz. 2 vajzat e mia me bashkëshortet e tyre dhe me 4 niprit dhe mbesat e mia e kanë pranuar Krishtin. Dëshmia ime është e thjeshtë. Unë jam një mëkatar i shpëtuar me anë të hirit. Me anë të hirit të Perëndis, i derdhur nëpërmjet Jezu Krishtit. Dhe dëshmia është kjo. Perëndia na dha jetën e përjetshme dhe kjo jetë është në birin e tij. Ai që ka birin, ka jetën. Ai që nuk e ka birin e Perëndis, nuk e ka jetën. Dëgjues të dashur, nëse doni të keni sigurinë e jetës së përjetshme, ju ftoj të luteni së bashku me ne tani. I dashur Perëndi, unë rrefes jam mëkatare dhe nuk mund ta shpëtoj dot vetveten time. Pendohem për mëkatet e mia dhe lutem të më shpëtosh, Zot. Unë besoj se Jezusi vdiq për mëkatet e mia. Besoj se ai u ngrit prej së vdekurisht dhe jeton përgjithmonë. Eja në zemrën dhe në jetën time, Zoti Jezus, dhe më ndrysho. Zot, faleminderit për shpëtimin dhe për dhuratën e jetës përjetshme. Në emrin e Jezusit unë lutem. Amen. Nëse jeni lutur së bashku me mua, na shkruani dhe ne do të dërgojmë disa libra që të ndihmojnë të ecni në besimin në Krishtin. Adresa jonë është Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose mund na dërgoni një email në info@radiovis7.net. Ndoqët programi me numër 289. Kjo ishte historia e vërtetë e Earl Wafford Jr. Të lirë nga pranga, të prodhuar nga Pacific Garden Mission dhe u soll për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Deri herën e ardhshme bashk, miru të gjofshëm.